Çfarë ndodh vetdijes në momentin e vdekjes? A është e mundur që ajo të mbijetojë pa trupin, që ajo të vazhdojë të ekzistojë në një plan tjetër? Jo vetëm kulturat dhe fetë e lashta, por edhe shumë shkencëtarë modern janë përpjekur të përgjigjen kësaj pyetje duke analizuar qindra raste të përvojave pranë vdekjes. Po shkenca, çfarë mendon për vdekjen? Edhe këtu nuk ka një pikpamje të vetme, një pikpamje që bashkon të gjithë botën shkencore. Përkundërzi, jemi dëshmitar të pikpamjeve kontradiktore. Por cilat janë themelet mbi të cilat bazohen këto pikpamje? Fillimisht ju kujtoj që videot të këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi mendimet, opinionet, bindjet dhe besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga ai që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja. Sipas librit të vdekurve, egjiptianët e lashtë besonin se pas vdekjes, shpirti largohej nga toka dhe fillonte një udhëtim në botën e nëndheshme, ku një gjykim përfundimtar i priste të ndjerit para se të mund të hynin në jetën e përtejme. Gjykimi jepej nga Osiris. Në Indinë e lashtë thuaj se ardha dhe ikja ishte thjesht një iluzion sepse shpirti nuk vjen dhe nuk shkon kurrë. Platoni dhe filozofë të tjerë grek gjithashtu mbanin qëndrimin se shpirti ishte i pavdekshëm. Por kjo nuk ishte një ide e kufizuar. Në Azi dhe Lindje, shumica e fisëve afrikane, aborigjenët në Australi dhe popujt indigjen të Amerikave mbanin të njëjtin besim. Por nga lindi kjo vetë dije për pavdekësinë e shpirtit? A ishte thjesht një mënyrë për të larguar frikën nga vdekja? Shumë historianë besojnë se kjo është një nga arsyet kryesore dhe se ky besim ishte thjesht fryt i paaftësisë së njerëzve, nga njëra anë, për të kuptuar ligjet e botës, dhe nga ana tjetër, një mënyrë për të zbutur frikën nga një ngjarje që në shoqëritë më pak të përparuara ishte shumë e pranishme në jetën e përditshme. Elementi i parë që mund të analizojmë është të përpiqemi të kuptojmë nëse vdekja është vërtet fundi i gjithçkaje apo është thjesht një kalim drejt diçkaje të panjohur. Elementi i dytë është të kuptojmë natyrën e vërtetë të vetëdijes dhe nëse është thjesht produkt i ligjeve mekanike apo është diçka krejtësisht tjetër. Le të fillojmë me elementin e parë. Natyrisht nuk kemi dëshmi të njerëzve që vdiqën dhe më pas u ringjallën, por kemi dëshmi të shumta të njerëzve që u shpallën të vdekur për disa minuta dhe që më pas, në mënyrë të pabesueshme, u kthyen në jetë. Këto dëshmi, siç do ta shohim, kanë diçka shumë interesante dhe tregojnë element të përbashkët të jashtëzakonshëm që janë hetuar gjatë viteve nga studiues të shumtë. Po flasim për përvojat pranë vdekjes. Kjo është një temë interesante dhe komplekse dhe, siç do ta shohim në vazhdim, plot implikime për ata që mendojmë se jemi dhe atë që dim. Por, për të kuptuar plotësisht të gjitha aspektet, le të vazhdojmë me radhë dhe të fillojmë nga fillimi. Studimi i parë i regjistruar mbi përvojat pranë vdekjes daton që nga viti 1892 dhe u krye nga zviceriani Albert von Sachs, i cili përshkroi 30 raste që i raportuan atij personalisht. Midis tyre janë historitë e alpinistëve që mbijetuan nga rënjet gati fatale, rrëfimet e ushtarëve që kishin pësuar lëndime kërcënuese për jetën gjatë luftës dhe dëshmitë e punëtorëve të zakonshëm që kishin rënë nga skela ose kishin pësuar aksidente serioze. Von Sachs e përfundoi studimin e tij duke deklaruar se njerëzit që ishin pranë vdekjes ose që ishin supozuar të vdekur raportuan se nuk ndjenin ankth apo tmerr, por përkundërzi, përjetuan qetësi, pranim dhe një ndjenjë bile të thellë qetësie. Ndër pionerët në këtë fushë kërkimore është Dr. Raymond Moody, libri i të cilit i vitit 1975, Jeta pas jetës, mblodhi dëshmi nga njerëz që kishin pasur përvoja pranë vdekjes, duke ja prezantuar fenomenin publikut të gjerë dhe duke u bërë një bestseller në mbar botën. Sipas Moody, shumë njerëz që kanë pasur një përvojë klinike e kanë të vështirë të përshkruajnë atë që kanë përjetuar, pasi ato janë ndjesi dhe perceptime përtej të zakonshme. Një nga ndjesitë e para të raportuara është një paqe e thellë dhe mungesa e dhëmbjes fizike, e shoqëruar nga një ndjenjë mirëqenieje. Shumë përshkruajnë ndjenjën e ndarjes nga trupi i tyre fizik duke i vëzhguar atë nga jashtë, shpesh nga lart. Kjo gjendje pasohet nga ndjesia e lëvizjes së shpejtë nëpër një hapësirë të errët të ngushtë si një tunel. Gjatë kësaj përvoje është e zakonshme të hasësh njerëz të vdekur në një mjedis të ndritshëm dhe qetësues. Një element i përsëritur është vizioni i një drite të ndritshme e perceptuar si e dashur dhe mikpritëse. Disa raportojnë se përjetojnë një rishikim panoramik të jetës së tyre në të cilin shohin një sekuencë
të shpejt imazhesh dhe momentesh, domethënse nga e kaluar atyre. Përvojat pranë vdekjes shpesh karakterizohen nga një ndjenjë e fortë dashurie dhe pranimi të pakushtëzuar që buron nga drita ose entitetet e hasura. Në një pikë të caktuar, njerëzit ndjejnë se janë në një kufi ose thuash pikë pak thin, përtej së cilës po e kaluan atë nuk mund të kthehen më në jetën toksore. Kjo shpesh shoqërohet me një vendim ose ndjenjë të nevojës për të kthyer në trupin e tyre, pavarësisht rezistencës ndaj largimit nga mjedisi paqësor që po përjetojnë aty. Së fundmi, shumë njerëz pas kësaj përvoje raportojnë një ndryshim të thellë në perceptimin e tyre për jetën dhe të gjitha vlerat e tyre. Ata shpesh zhvillojnë një ndjenjë të lartë spiritualiteti dhe dhëmshurie, duke ndikuar ndjeshëm në mënyrën e tyre të jetesës dhe të parit të botës. Jo të gjithë dëshmitarët i përjetojnë të gjithë elementet e përmendur nga Moody, por këto janë të dobishme në përcaktimin e karakteristikave të një përvoje pranë vdekjes. Gjithashtu, është e dobishme të theksohet se nuk ka korrelacion midis përshkrimit të këtyre përvojave dhe besimeve personale, vëmendje ose fetare të individëve të përfshirë. As nuk është vërejtur ndonjë korrelacion midis statusit shoqëror ose nivelit të arsimit. Këto në fakt ndodhin në mënyrë të pavarur nga e gjithë kjo. Një nga aspektet më të hetuara është sigurisht kur dëshmitarët përshkruajnë se kanë pasur përvoja jashtë trupit dhe raportojnë në detaje të gjitha procedurat dhe ngjarjet e ringjalljes, ndaj të cilave ju nënshtruan dhe për të cilat nuk mund të kishin qenë të vetëdijshëm. Këto rrëfime janë shumë të rëndësishme sepse janë të verifikueshme dhe për këtë arsye hetohen me shumë kujdes nga studiuesit. Ndër shumë rrëfime të përvojave jashtë trupit, një rast emblematik është ai përshkruar nga kardiologu i njohur Pim van Lommel në punën e tij të rëndësishme mbi përvojat pranë vdekjes, i cili çoi në botimin e librit Vetëdia për te jetës. Në këtë episod të veçantë, Van Lommel raporton dëshminë e verifikuar të një infermiereje nga njësia e kujdesit koronar. Gjatë turrit të natës, një ekip ambulance transportoi një burr 44 vjeçar në koma. I pranuar në njësinë e kujdesit koronar, ai u ventilua artificialisht me një qese dhe maskë. Masazhi kardiak vazhdoi dhe pacienti u defibrilua. Ndërsa përgatitesha për të intubuar pacientin, vura re se ai kishte proteza në gojë. Përpara se ta intuboja, hoqa protezën e sipërme dhe e vendosa në karrocën e urgjencës. Pas rreth 90 minutash, pacienti kishte një ritëm të përshtatshëm të zemrës dhe presion të mjaftueshëm të gjakut dhe u transferua në kujdesin intensiv. Pas më shumë se një jave në koma, pacienti kthehet në njësinë e kujdesit koronar dhe e takoi kur kaloi në korridor. Sapo më sheh, thot: "Oh, po, a e dini ku janë protezat e mia?" Beta pa fjalë dhe pastaj ai thot: "Po, ju ishit atje kur më sollën në spital. Më nxorët protezat nga goja dhe i vendosët në karrocë. Kishte të gjitha ato shishe sipër dhe i vendosët në një sirtar rrëshqitës." U shokova plotësisht, sepse mbaja mend se kjo kishte ndodhur, ndërsa pacienti ishte në një komë të thellë. Pas pyetjeve të mëtejshme mësova se pacienti kishte parë veten të shtrirë në shtrat dhe kishte parë nga lartë, ndërsa infermierët dhe mjekët e ringjallnin. Raste të tjera shumë domethënë se janë përvojat jashtë trupit të raportuara nga dëshmitar me dëmtime në shikim ose edhe ata të lindur të verbër, të cilët thonë se pan çfarë po u ndodhte atyre. Si dëshmitarja Vicky e përshkroi në librin e Ring dhe Cooper në vitin 1973. Vicky, një grua 23 vjeçare që kishte qenë e verbër që nga lindja, u hodh nga makina me cilën po udhtonte gjatë një aksidenti me makinë. Një frakturë kafke dhe disa lëndime të rënda bën që ajo të binte në një gjendje kome të menjëhershme. Gruaja, pavarësisht se ishte e verbër, ishte në gjendje të shihte dhe të njihte makinën e shkatruar në aksident dhe ta përshkruante atë në detaje. Më vonë, në sallën e operacionit, ajo ishte në gjendje jo vetëm të shihte trupin e saj, por edhe të përshkruante në detaje gjithçka që kishte ndodhur atij. Unë nuk isha parë kur asgjë, as drita, as hije, as gjë tjetër. Shumë njerëz më pyesin nëse shoh të zezë. Jo, nuk shoh të zezë, nuk shoh asgjë fare.
Mbaj mend që isha në spital. Ishte e frikshme sepse nuk jam mësuar të shoh gjëra, sepse nuk e kam bërë kurrë më parë këtë. E njoha unazën time të martesës dhe flokët e mi dhe mendova, ai është trupi im aty. A jam e vdekur apo jo? Ndërkohë mjekët dhe infermierët po vërtiteshin rreth trupit tim dhe vazhdonin të thonin, nuk mund ta kthejmë më. Por historia e Vikit nuk mbaron këtu. Ajo pretendon se ka dëgjuar tingullin e këmbanave të vogla dhe menjëherë pas kësaj ka fluturuar mbi tavanin e spitalit dhe pastaj është tërhequr drejt një drite. Në atë moment ajo ndjeu veten duke u transportuar në një botë tjetër ku u përshëndet nga disa të njohur që kishin vdekur disa vite më parë. Pasi foli me ta, ajo u dërgua përsëri në trupin e saj. Fakti që një grua e lindur e verbër dhe korteksi vizual i së cilës është i pazhvilluar, kjo pra mund të shikoj njerëzit dhe mjedisin përreth tyre, ngre qartë pyetjen se si e gjithë kjo mund të jetë e mundur. Do të përgjigjemi kësaj pyetje në pjesën e fundit të videos. Së pari, duhet të sqarojmë disa nga kundërshtimet më të zakonshme që ekzistojnë. Kur bëhet fjalë për përvojat pranë vdekjes, shumë pretendojnë se këto janë përvoja të regjistruara vetëm kohët e fundit sepse janë rezultati i përmirësimit të aftësive tona të kujdesit shëndetësor dhe teknikave dhe përdorimit të barnave gjatë fazave frenetike të ringjalljes. Por kjo nuk është plotësisht e vërtetë. Ajo që ne tani e quajmë përvoja pranë vdekjes është regjistruar që nga kohrat e lashta, megjithse me emra të ndryshëm dhe gjurmët e tyre mund të gjenden në çdo kulturë në mbar botën. Duke dëgjuar këto rrëfime, nuk mund të mos mendojmë për raportet moderne të përvojave jashtë trupit. Në këtë moment, i ndjeri sheh trupin e tij duke u zhveshur nga rrobat dhe ai mund të dëgjojë të qarat dhe rënkimet e miqve dhe të afërme. Por, megjithse mund t'i shoh dhe t'i dëgjojë, ata nuk mund ta dëgjojnë atë. Në atë pikë, përjetojnë tinguj, drita dhe rreze, të treja këto gjëra. Një kundërshtim tjetër i ngritur në lidhje me vërtetësinë aktuale të këtyre përvojave është se ato janë thjesht rezultati halucinacioneve ose gjendjeve të ndryshuara të trurit për shkak të shokut të traumës dhe përdorimit të ilaçeve të ringjalljes. Studimet e kryera mbi dëshmitarët e përvojave pranë vdekjes kanë treguar, megjithatë, se ato ndodhin gjatë periudhës së vdekjes klinike të individit dhe jo menjëherë para ose pas arrestit kardiak. Përcaktimi i momentit të saktë është i rëndësishëm sepse përjashton çdo përfundim tjetër përveç se përvoja pranë vdekjes ndodhi kur të gjitha funksionet e trurit mungonin. Prandaj, nëse supozojmë se vetëdia është produkt i trurit, kur pushon së treguari ndonjë shenjë funksionaliteti, do të ishte e pamundur që të ndodhin shenja të vetdijes. Studimet e kryera, si tek njerëzit, ashtu dhe tek kafshët, kanë treguar se gjatë një arresti kardiak të shkaktuar, humbja e aktivitetit si në korteksin cerebral, ashtu edhe në trungun e trurit, shkakton humbje të vetëdijes brenda pak sekondash. Shenja e para të mungesës së oksigjenit në tru regjistrohen vetëm 6 sekonda pas arrestit kardiak. Dhe nëse rrahjet e zemrës nuk rifillojnë menjëherë, humbja e aktivitetit elektrik në korteksin cerebral gjithmonë rezulton një elektroencefalogram e sheshtë dhe pa aktivitet. Mund ta krahasojmë trurin me një kompjuter që është hequr priza. Të gjitha qarqet e saj janë të çaktivizuara dhe derisa të rilidhet apo të rindizet, nuk është në gjendje të kryej asnjë operacion. Megjithatë, ndryshimi në këtë rast është se një tru pa energji për disa minuta do të pësojë trauma serioze. Natyrisht, gjatë një arresti kardiak, një elektroencefalogram nuk kryhet, sepse mjekët janë të zënë me ringjalljen, pa marrë parasysh se kjo shpesh ndodh jo në spital, por në vende nga më të ndryshmet dhe të dëshpëruara. Por ka përjashtime. Ka raste të dokumentuara në të cilat një pacient në arrest kardiak njëkohësisht i analizohet funksioni i trurit. Kjo ndodh, për shembull, në disa procedura neurokirurgjikale. Prandaj, nëse gjatë kësaj lloji procedure pacienti përjeton një përvojë pranë vdekjes, është e mundur të merret një pamje shumë e detajuar e funksionit të trurit të tij. Rasti më i famshëm në të cilin ndodhi kjo është ai Pamela Reynolds, një rast
shumë i diskutuar që tani do ta shqyrtojmë më poshtë në detaje. Pamela, një grua 35 vjeçare, ju nënshtrua një skanimi CT që zbuloi një aneurizëm masiv në njërin nga arteriet cerebrale pranë trungut të trurit. Një aneurizëm është një lloj baloni në një zonë të dobësuar të një ene gjaku. Nëse shpërthen, rreziku është shumë real. Ndodh një hemorragji cerebrale që çon në vdekje. Shanset e mbijetesës së Pamelës ishin shumë të ulta. Një operacion korrigjues ishte shumë i ndërlikuar dhe i rrezikshëm. Neurokirurgu Robert Spetzler i Institutit Neurologjik Barrow në Phoenix vendosi të bënte çmos dhe ta operonte. Çdo gjë që ndodhi gjatë operacionit u regjistrua me kujdes. Temperatura e trupit të Pamelës u ul në 10 gradë Celsius dhe ajo u lidh me një makinë zemër mushkri për shkak të humbjes së aktivitetit kardiak që ndodh gjithmonë gjatë hipotermisë. Hipotermia u shkaktua me qëllim ruajtjen e qelizave të trurit të saj. Kjo ndodh sepse gjatë operacionit, për të operuar neurizmin, i gjithë gjaku në kokën e saj do të eliminohet. Aktiviteti elektrik i trungut të trurit dhe korteksit cerebral monitorohet gjatë të gjitha fazave të procedurës. Operacioni zgjati rreth 6 orë dhe ishte një sukses. Kur Pamela u zgjua, duke mahnitur të gjithë stafin mjekësor, ajo rrëfen një nga përvojat më të thella pranë vdekjes të regjistruara ndonjëherë. Ja fjalët e saj të pabesueshme. Nuk e mbaj mend sallën e operacionit, nuk e mbaj mend doktor Spetzler, isha me një nga asistentët e tij dhe pas kësaj asgjë, deri në një tingull. Tingulli ishte i pakëndshëm, ndihesha sikur isha në zyrën e një dentisti. Mbaj mend që maja e kokës time po më dridhte dhe disi dola nga maja e kokës. Sa më shumë largohesha nga trupi, aq më i qartë bëhej imazhi. Mbaj mend që pash shumë gjëra në sallën e operacionit kur shikoja poshtë. Isha shumë e pranishme. Mendova se ishte e çuditshme mënyra se si ma kishin ruajtur kokën. Prisja që të më ruanin të gjitha qimet, por nuk e bën. Isha metaforikisht ulur në shpatullën e doktor Spetzler. Mbaj mend instrumentin në dorën e tij, duke si doreza e furçës sime të dhëmbëve. Gjithashtu, më kujtohet qartë një zë femër që tha: "Kemi një problem, arteret janë shumë të vogla." Dhe pastaj një zë burri që tha: "Provo nga ana tjetër." Ndjeva një prani, në një farë mënyre u ktheva për ta parë dhe pastaj pash një pikë të vogël drite. Drita filloi të më tërhiqte, por jo kundër vullnetit tim. Pata ndjesinë fizike të ngritjes. Ndihesha sikur po hipja në një ashensor shumë të shpejtë. Kuptova se po filloja të dalloja figura të ndryshme. Pash shumë njerëz që i njihja dhe të tjerë që nuk i njihja, por e dija se isha disi e lidhur me ta. Të gjitha ata që shihja dukeshin si një person që mund të shfaqej në formën e tij më të mirë. Pash xhaxhain tim Jen, isha shumë afër tij, sepse ai më kishte mësuar kaq shumë gjëra. Ata nuk më lejuan të shkoja më tej dhe më thanë se nëse vazhdoja drejt dritës, diçka do të më ndodhte fizikisht dhe ata nuk do të ishin më në gjendje të më kthenin në trupin tim. Doja të shkoja tek drita, por doja edhe të kthehesha, sepse kisha fëmijë për të rritur. Pyeta nëse ajo dritë ishte Zoti dhe ata u përgjigjen: "Jo, Zoti nuk është drita. Drita është ajo që ndodh kur Zoti merr frymë." Mbaj mend që mendova: "Jam në frymën e Zotit." Xhaxha im më solli përsëri, por kur arrita aty ku ishte trupi im dhe pash atë gjë, sigurisht që nuk doja të kthehesha, sepse dukej shumë e ngjashme me atë që ishte, i pajetë. Xhaxha im filloi të debatonte me mua duke thënë: "Është si të zhytesh në një pishinë, hidhu brenda." Ai më shtyu dhe pash trupin tim të hidhej dhe ndjeva të ftohtin brenda meje. Isha përsëri në trupin tim. Ishte e dhimbshme. Gjithçka që Pamela thot se përjetoi korrespondon jashtëzakonisht me realitetin asaj që ndodhi atë ditë në sallën e operacionit. Këto janë fjalët e doktor Spetzler. Gjatë arrestit, trupi i Pamelës ishte i vdekur në të 3 testet klinik. Elektroencefalograma ishte e heshtur, përgjigjet e trungut të trurit mungonin dhe nuk kishte rrjedhje gjaku në trurin e saj. Nuk besoj se vëzhgimet që bëri bazoshin atë që mund të ketë parë kur hyri në sallën e operacionit. Instrumentet nuk ishin të dukshme për të. Nuk kam asnjë shpjegim për këtë.
nuk e di se si mund të ketë ndodhur duke marrë parasysh gjendjen e saj fiziologjike. Në të njëjtën kohë pash ka shumë gjëra që të ndodhin që nuk mund t'i shpjegoj dhe nuk dua të jem aq arrogant sa të them se nuk ka asnjë mënyrë që ato të mund të ndodhin. Pasi dëgjuam këtë dëshmi të pabesueshme, nuk mund të mos pyesim veten se si mund të ketë ndodhur e gjithë kjo gjatë një periudhe vdekje klinike. A duhet të mendojmë se vetëdia është diçka që nuk është e lidhur ngushtë me trurin? Dhe çfarë thot shkenca për këtë? Ajo që mendohet zakonisht është se truri ynë nëpërmjet funksioneve të tij mekanike krijon vetëdijen tonë. Sot e dim se ekziston një korrelacion midis aktivitetit të regjistruar në tru dhe përvojës së vetëdijes dhe se kjo mund të aktivizojë shumë qendra të trurit, por një lidhje nuk thot asgjë për shkakun. Aktiviteti i trurit duket më shumë si një mënyrë për të koduar informacionin. Mendoni për një radio. Të kërkojmë stacione radioje duke rrotulluar butonin që rregullon frekuencat e pritjes. Por duke vepruar kështu, nuk ndikon në përmbajtjen e vetë transmetimit radiofonik. Nga kjo perspektivë, aktivizimi i një pjese specifike të trurit nuk shpjegon përmbajtjen e mendimeve dhe emocioneve. Ajo që mund të matim është vetëm korrelacioni midis aktivitetit të regjistruar në tru dhe përvojave të vetëdijshme. Kjo është ajo që shkruan filozofi dhe neuroshkencëtari Albano në librin e tij të fundit. Ideja se ne jemi truri ynë nuk është diçka që shkencëtarët e kanë studiuar. Është më tepër një paragjykim se vetëdia lind në tru është diçka që nuk vjet kurrë në dyshim. Është një piknisje e padiskutueshme, por sot kemi çdo arsye për ta hedhur poshtë këtë paragjykim. Një ngjarje që ka shkaktuar shumë diskutime në botën shkencore është raportuar në një artikull të botuar në revistën prestigjioze shkencore Shkencë me titullin provokues: Truri juaj është vërtet i nevojshëm, i cili raporton një rast vërtet të pazakont. Një skanim i trurit të diplomuarit të ri në matematikë me një IQ prej 126 bimesataren zbuloi se 95% e kafkës së tij ishte e mbushur me lëng cerebrospinal dhe korteksi i tij cerebral ishte vetëm 2 mm i thrashtë. Pesha e trurit të tij të mbetur u vlerësua vëmendje në 100 gram krahasuar me 1500 gram për një tru normal. Megjithatë, pavarësisht kësaj, funksioni i trurit të tij nuk ishte i dëmtuar dhe kjo çon në një reflektim të pashmangshëm. Ku ishin të gjitha informacionet dhe kujtesa afatshkurtë dhe afatgjatë, të gjitha emocionet dhe mendimet e këtij djali të ruajtura fizikisht konkretisht? Apo duhet të imagjinojmë se kujtimet dhe mendimet nuk janë fizikisht të vendosura në masën e trurit, por kanë një vendodhje tjetër? Para se të përgjigjemi këtyre pyetjeve që janë të çuditshme, le të kthehemi te përvojat pranë vdekjes. Ndër përvojat e raportuara nga dëshmitarët është ajo e rijetimit të jetës së tyre duke parë, fjalë për fjalë, atë të shkëlqej para syve të tyre, por jo vetëm. Shumë pretendojnë se kanë ndier veten në një vend jashtë kohës dhe hapësirës. Vetëm të menduarit për një vend ose një ngjarje specifike në jetën e tyre ishte e mjaftueshme për të gjetur menjëherë veten duke jetuar atë moment në atë vend specifik. Përtej kësaj, dëshmitarët raportojnë një perceptim të fortë se gjithçka dukej se ishte e ndërlidhur ngushtë. Në ato momente mendja duket se përmban njohuritë e gjithçkaje në një dimension pa kohë dhe hapësirë. Tani, imagjinoni trurin tashmë si një televizor. Televizori është pajisja që merr sinjale dhe i transformon ato në imazhe dhe tinguj, duke na lejuar të shikojmë dhe njëkohësisht të dëgjojmë programe televizive. Ndiqni me vëmendje këtë krahasim që po bëjmë. Përmbajtja që shohim në ekran nuk prodhohet brenda vetë televizorit. Përkundrazi, ajo transmetohet nga një stacion televiziv i jashtëm nëpërmjet valve elektromagnetike. Në mënyrë të ngjashme, mund ta konsiderojmë trurin si një marrës ose dekodues të sinjaleve të vetëdijshme dhe jo si prodhues të vetëdijes vetë nga truri. Në këtë pikpamje,
Vetëdia dhe informacioni nuk ndodhen fizikisht në tru, ashtu si programet televizive nuk ndodhen fizikisht brenda televizorit. Truri, ashtu si i televizori, i interpreton dhe i dekodon këto sinjale, duke na lejuar të përjetojmë mendime, kujtime dhe perceptime. Tani, imagjinoni që vetëdia juaj, normalisht e akorduar me të tashmen nëpërmjet trurit, shkëputet përkohësisht nga kjo gjendje fizike. Gjatë një përvoje pranë vdekjes, është sikur televizori të ishte i fikur ose i shkëputur nga burimi i tij normal i energjisë, duke i lejuar vetëdijes të akordohet në një kanal ose në një gjendje tjetër ekzistence. Në këtë gjendje të re, vetëdia nuk është më e kufizuar nga bariera fizike të trupit apo trurit, por është e lirë të eksplorojë dimensione të tjera të realitetit. Ata që kanë pasur një përvojë pranë vdekjes, shpesh përshkruajnë ndjesinë e largimit nga trupi i tyre, lëvizjes nëpër një tunel drejt një drite të ndritshme dhe ndjenjes së lidhjes me një energji më të madhe, universale. Ky tranzicion duket i përkohshëm pasi shumë kthehen në formën e tyre fizike me kujtime të gjalla te ajo që kanë përjetuar. Kjo sugjeron që vetëdia mund të ekzistojë në mënyrë të pavarur nga trupi fizik, duke vepruar në një nivel tjetër, ngjashëm me mënyrën se si një televizor mund të akordohet në një sinjal ose kanal të ri. Duke parë fiziologjin tonë, ne gjithashtu e dimë se qelizat dhe neuronet tona rigjenerohen vazhdimisht. Rigjenerimi qelizor është një fenomen i dokumentuar tashmë mirë. Për shembull, qelizat e lëkurës rinovohen çdo 2 javë, ndërsa qelizat e mëlçisë rigjenerohen afërsisht çdo 6 muaj, e kështu me radhë. Edhe neuronet në trup pësojnë ndryshime pavarësisht mitit, se neuronet janë statike gjatë gjithë jetës. Neurogjeneza, formimi i neuroneve të reja pra, ndodh kryesisht në hipokampus, një rajon i lidhur me kujtesën. Kjo ngre një çështje themelore. Nëse neuronet rigjenerohen dhe ndryshojnë, ku ndodhen saktësisht mendimet, kujtimet dhe emocionet tona? Si mund të ruhen ato në struktura që ndryshojnë vazhdimisht, rigjenerohen? Thënë thjesht, mund të themi se sot besohet se gjatë rigjenerimit, strukturat e trurit rishkruhen dhe në disa mënyrë mund të themi që përditësohen. Kjo do të ishte arsyeja pse ne nuk do ta humbisnim informacionin e regjistruar në tokë. Por, a është e mundur që kujtesa, mendimet dhe emocionet në vend që të qëndrojnë fizikisht në lidhjet nervore, ato të qëndrojnë në atë fushë elektromagnetike që ne e regjistrojmë kur vëzhgojmë aktivitetin e trurit? Në këtë rast, truri nuk do ishte gjeneratori vetëdijes sonë, por më tepër një instrument që ne e përdorim për ta perceptuar atë, duke u kthyer te përvojat pranë vdekjes. Është e mundur që kur truri ynë fiket, vetëdia jon të akordohet në një frekuencë të ndryshme. A është kjo përvoja që mijëra dëshmitarë në gjithë botën raportojnë se e kanë përjetuar? Një nga teoritë kryesore të Van Lommel është koncepti i vetëdijes jo lokale. Ai propozon që vetëdia nuk kufizohet vetëm në trup, por është një aspekt themelor i universit, i ngjashëm me fenomenet kuantike. Truri funksionon si një marrës ose ndërfaqe për këtë vetëdije jo lokale, në vend që ta krijojë vetë atë. Ajo që është disi shqetësuese është se nëse studimet e Van Lommel dhe jo vetëm të tilla janë të sakta, ato thjesht po konfirmojnë besimet e lashta që njerëzimi ka pasur gjithmonë, por na e kanë shehur. Po sikur përgjigja për enigmën më të madhe që njeriu ka ngritur ndonjëherë të ishte e shprehur në një traditë të lashtë, origjinën e cilës e kemi humbur apo na e kanë fshehur, por që në forma dhe mënyra të ndryshme ka qenë nga ana tjetër gjithmonë para syve tanë. Mendoni njerëz. Këtu do të ndajemi duke ju kujtuar që videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi mendimet, opinionet, bindjet apo besimet tuaja. Janë vetëm një shikim ndryshe nga i zyrtar që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja. Bashkë takohemi në videon e ardhshme.